Finalizohet pas një hetimi 4 mujor operacioni policor i koduar Imazheria. Policia e Fierit ka arrestuar një mjek imazheris që punonte në spitalin rajonal të Fierit, pasi i merrte shumë aparash pacientëve për të kryer ekot. Prokuroria pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka regjistruar procedimin penal për veprën penale të dyshuar shpërdorimit të detyrës dhe korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Shtetasi GT, 66 vjeçar, banues në Fier, u kap në flagrancë duke i marrë një shumë parash një pacienti që do të kryente ekon abdominale. Gjithashtu ky shtetas shpërdoronte detyrën pasi gjatë orarit zyrtar të punës vizitonte pacient në 2 klinika private në Fier. Në vijim të veprimeve procedurale për të rast u sekuestrua si provë materiale shuma e lekme që 66 vjeçari i mori qytetarit në kundërshtim me ligjin, si edhe shuma prej 1.857.000 lekë të reja, 39.155 euro, 2.370 pound dhe $75 që u gjetën gjatë kontrollit të banesës. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.